Skuadra e Pogradecit në volejboll për femra ka siguruar për herë të parë në histori kualifikimin në finalen e Kupës së Republikës, pas fitores bindëse 0-3 në transfert ndaj Dinamos në ndeshjen e parë gjysmëfinale. Liqenoret vullosën suksesin në ndeshjen e kthimit të luajtur në Pogradec, duke triumfuar sërish me rezultatin e pastër 3-0. Në setin e parë vajzat pogradecare fituan në shifrat 25-18, në setin e dytë 25-12 dhe në setin e tretë 25-15. Vajzat e drejtuara nga trajneri Besnik Lisha dominuan takimin me lojë të disiplinuar dhe autoritare, duke konfirmuar objektivat madhore të këtij sezoni. Sipas volejbolisteve Keida Kodra dhe Angela Mehmeti, skuadra është ndërtuar për të synuar fitimin e kupës dhe titullin kampion. Siç është bërë edhe pretendimet për ekipin kur është krijuar ekipi, kanë qenë pretendime për të fituar gjithë kupat që i përfshin kampionatin. Te Pogradeci përveç ofertës së mirë që më kanë bërë, ka qenë trajneri dhe gjithë dashamirësit që janë të sportit tonë Pogradec. Të dyja ekipet janë ekipe shumë të forta, por pse jo me Skënderbeu në një finale? Patjetër që po, fusha e ka treguar paraqitjen tonë, arritëm ku deshëm, akoma asgjë nuk ka mbaruar derisa të shpallemi kampion. Kushdoj që të dalin në finale, për ne do jetë pretendent i fortë dhe ne do punojmë fort derisa të arrijmë atje ku duam. E ka treguar fusha, siç e thash më parë, që rezultatet deri më tani, pavarësisht se kemi humbur disa kupa të tjera, ne jemi akoma të pandalshme dhe të arrijmë 3 kupat e tjera që kemi përpara. Në finalen e madhe, Pogradeci do të përballet me Tiranën, që eliminoi Skënderbeun në gjysmëfinale. Për pogradecaret, kjo është një finale historike, pasi ekipi liqenor luan për një trofe kaq të rëndësishëm, duke qenë tashmë vetëm një hap larg kupës.